Ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski ndjen përgjegjësi morale për tragjedinë ndodhur në Koçan. Megjithatë, ai nuk dha asnjë detaj në pyetje se a është arrestuar pronari i diskotekës, as për licencën e diskotekës, as për numrin e përgjithshëm të personave brenda lokalit, as se sa të mitur kanë qenë dhe as për identitetin e personave për të cilët MPB ka lëshuar fletë arrest ndërkombëtar. Ai vetëm tha se është lëshuar fletë arrest për 4 persona. Është lëshuar fletë arrest ndërkombëtar për 4 persona. Nga ana e MPB-s në koordinim me Prokurorinë Publike është duke u vepruar në këtë moment dhe në Ministrinë e Ekonomisë nga po kërkohet dokumentacioni i diskotekës në fjalë, si dhe persona të përfshirë në të. Ministri u shpreh se janë duke u marrë në pyetje personat e hospitalizuar nëpër spitalet e Shkupit. Nga ana e MPB-s janë siguruar spitalet në të cilat po mjekohen persona të lënduar dhe në varësi të atyre do të merren deklarata nga të gjithë personat kontaktibil. Nga ana e SBB Shkup janë marrë deklarata të mbi 10 personave, sipas të dhënave të fundit që i kam, që janë të hospitalizuar në spitalet e Shkupit. Është marrë në pyetje edhe njëri nga anëtarët e grupit DNK. Ndërsa shtoi se jetën e ka humbur edhe një zyrtar policor nga stacioni policor në Probishtip, i cili në atë moment ka qenë zyrtarisht i angazhuar. Gjithsesi ka vepruar pas një plani të përgatitur paraprakisht për kontroll në objekte hotelierike, në pjesën e tregtisë së paligjshme me drogë dhe pranitë të personave të mitur në diskotekën në fjalë.